agjerimi zbulon se dëshira nuk je ti. Ti je ti e dëshira është diçka tjetër. Në jetën e zakonshme, ne zakonisht reagojmë me njëherë ndaj urisë, reagojmë ndaj dëshirës, reagojmë ndaj shqetësimeve. Dhe me kalimin e kohës fillojmë besojmë se këto reagime që i krijojmë ne, kjo është natyra jonë. Por gjatë agjerimit ndodh diçka tjetër. Cikli ndërpritet, ndjen uri, por nuk ha. Ndjen dëshirë, por nuk i përgjigjesh me njëherë dëshirës. Dhe për herë të parë, e sheh dëshiren pa ndjekur. E krijon një farë distancë mes teje dhe dëshirës. Dhe këtu lidh një zbulim shumë i rëndësishëm. Dëshira shfaqet brenda teje, por ajo nuk je ti. Ti je vetdia që e sheh atë. Shumë gjëra në jetën tonë duken të domosdoshme, si ushqimi, rutina, gjërat që na japin ndjesi sigurie, dhe me kalimin e kohës krijohet një lidhje e padukshme varësie me to. Kur agjeron, kjo lidhje ndërpritet përkohësisht dhe ti zbulon se mund të ekzistojsh pa to. Nuk shembesh, nuk zhdukesh, edhe nëse nuk i realizon do dëshira. Ibn Arabiu thoshte, njeriu kur e njeh të vërtetën e tij, e kupton se nuk është i varur nga ajo që vjen jashtë tij, sepse thelbi i tij ishte më i gjerë se sa çdo gjë që ndryshon atë, ose më i fortë se sa çdo gjë që mund ta ndryshojë atë.